A jemi ne ata që dëshmojmë për këtë dietar, apo dietarët të mëdhej kanë dëshmuar për këtë alim të madh? E para dëshmojnë veprat e tij, xhihadi i tij, kontributi i tij. Mirë po, shkurtimisht dhe mbyllim këtë hutbë me disa fjalë shkurta dietarë të mëdhej që kanë folur për këtë alim. Një prej dietarëve më të mëdhenj imamëve të sunetit është Abdulaziz ibn Baz. Ka thënë Sheikh Rabi min khirat ahli sunna. Sheikh Rabia është nga njerëzit më të zgjedhur të ahli sunetit. Dërsa ka hoxhallar në Kosovë që nënçmojnë këtë dietar, e përbuzin këtë dietar dhe janë shumë të famshëm, kanë shumë autoritet trojet shqiptare, e nënçmojnë këtë dietar. Imami i ahli sunetit thot Sheikh Rabi min khirat ahli sunna. Është për njerëzve më të dalluar të sunetit. Dërsa vjen disa zogj të Kosovës të vëgjël edhe flasin për këtë kodër të madhe që askush s'ka mund të alkun ka e vërteta, pavarësisht armiqësisë dhe pavarësisht shpifjeve që janë munduar që të argëzojnë këtë alim të madh. Po ashtu, imami i ahlis sunetit, Imam al-Albani rahimahullah, ka thënë një fjalë të fuqishme që ka goditur pasues të bidatit dhe ka thënë innaha wa bi ikhtisar aqul. Ja çfarë thot Imam al-Albani rahimahullah, ta keni qartë se kush është ky dietar dhe ta keni qartë se kush janë ata të cilët e luftojnë këtë dietar. Fa uridu an aqul, ka thënë inna hamila rayat al-jarh wa at-ta'dil, ai që bardh flamurin pra në një lami prej lamive më të rëndësishme të hadithit, për me qartësu prej kuj merret feja, prej kuj s'merret feja, kush është i udhëzuar, kush është ehli sunna, kush është mu'tazile, kush është khawarij. Bardh si flamurit në këtë kohë, në këtë zaman, ka thënë Imam al-Albani, wa bi haq, dhe me të drejt, ka thënë është vllai jon Rabi ibn Hadi. Ky është Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah. Kjo është dëshmi e madhe prej një prej muhadithëve më të mëdhenj të gjitha kohërave, Sheikh al-Albani rahimahullah. Pastaj ka thënë والذين يردون عليه لا يردون بعلم ابدا. Ata që e kundërshtojnë, ata nuk e kundërshtojnë me dituri. Dhe është një pjesë shumë e rëndësishme për të kuptuar të dashur besimtar. Imam al-Albani rahimullah, duke diskutuar me këtë alim të madh, ka thënë sikur të jesh më i butë në disa shprehje, pra kundaj pasuesve të bidatit, sikur të ishe më i butë që njerëzit të afrohen. Dhe ashpërsia kundrej pasuesve të bidatit nuk është diçka e keqe, sepse edhe Musa alayhi salatu wassalam e ka kap përballë vllajën e tij Harunin edhe pse si ishte faj. Pra xhelozi për të vërtetën. Pra sikur dy mësues diskutojnë se si të sillen me disa problematik, me disa nxënës që as nuk mësojnë dhe bojnë probleme. Disa thonë që ti je më i ashpër, disa thonë përdorin thupër, disa thonë nuk bën thupra. Pra kështu kanë diskutuar për pasuesit e bidatit. Dhe çfarë bëjnë njerëzit e devijuar, thonë Sheikh Albani rahimullah ka fol keqër për dietar Rabin. Dhe ajo çka është për dietarëve më të fuqishme dhe deklaratave më të fuqishme të Ibn Uthayminit rahimullah, kur e kanë pyetur për këtë dietar, ka thënë, më pyesni mua për Rabie, ju përgjigjem siç ka thënë Imam Ahmedi rahimullah, pyetni Ishaq ibn Rahaway për mua, mos më pyetni mua për të. Pra këto janë deklarata të fuqishme për këtë dietar të madh.